Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të cilët na ndiqni nga ekranet televizive dhe nga portalet e Bashkisë Fetare Islame, mirë se takohemi sërish këtu në TV Ikre në emisionet tona me tematikë fetare, ku sot do të flasim mbi vlerën dhe rëndësinë e muajit Shaban. Me që jemi në muajin Shaban, në një nga 3 muajt e bekuar, do të flasim me hoxhën e nderuar Nusret Efendi Fazliun, imam në xhamin Hafiz Halil Ibrahimi në fshatin Kondov. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Mirë se gjatë. Faleminderit. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na shpjegoni se si e veçonte pejgamberi alayhi selam muajin Shaban në krahasim me muajt e tjerë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjithmonë në fillimet tona falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, atij takon hamdi dhe gjithë falënderim. Përshëndetje, salavatet, bekimet tona qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme të pastër fisnike, mbi shokët e tij burra dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Me që jemi në muajin Shaban, gjithsesi pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam na ka mësuar se si të gjendemi, si të sillim dhe si të shfrytëzojmë këtë muaj, duke ndjekur veprimtarinë e mësuesit tonë hinor, shpirtëror, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam transmeton Usama ibn Zaid radiallahu ta'ala anhu hadithin e tij i cili tha: "Qultu li Rasulillah", i thash pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut xhalla xhelal, nuk të kam parë ndonjë muaj të agjërosh më së shumti se në muajin e Shabanit." Çka është, ku është urtësia, ku është qëllimi, shkaku, pse ndodh kjo? Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tha: "Ya Usama, yaghfilu nasu anhu", tha, në muajin Shaban shumica e njerëzve e neglizhojnë muajin Shaban, adhurimet në te, për shkak se ajo gjendet bejnë Rajab wa Ramadan. Ajo është në mes të muajit të shenjtë Rajab dhe muajit të bekuar Ramazan. E sikur njerëzit duke e pas qasjen e para përgatitjes për muajin e bekuar, sikur e neglizhojnë muajin Shaban, ndërsa muaji Shaban ka rëndësi të madhe tek Allahu xhalla xhelal. Nga se tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam: "Turfa'u fiha al-a'mal ila Allah ta'ala, ila Allah ila rabbil alamin." Në muajin Shaban veçantia e saj është se në te ngritën veprat vjetore tek Allahu xhalla xhelal. Pasi na kemi vepra adhurime të cilat i vepron besimtari në emër të Allahut, dhe ata ngriten tek Zoti me shpresë që të pranohen tek Allahu. Ka vepra të cilat pranohen për çdo ditë, ka vepra të cilat pranohen për çdo javë, ka vepra të cilat pranohen për çdo muaj dhe vepra të cilat pranohen për çdo vit. Prandaj muaji Shaban është i veçantë nga muajt e tjerë për shkak se në te pranohen dhe ngriten veprat apo adhurimet, ibadetet të cilët besimtari vepron në emër të Allahut, ata ngriten në muajin Shaban vepra vjetore. Wa ana uhibbu an yarfa'u amali wa ana sa'im. Tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam: "Unë dëshiroj që duke qenë se ngriten veprat në muajin Shaban, kam dëshirë të veprat e mia të ngriten te Allahu duke qenë unë agjërues." Sepse agjerimi e bën është lloj qëllimi në moment kur besimtari është agjerueshëm, e arrin piedestalin e devotshmërisë apo takvallokut. Besimtari përmes agjerimit e ul egon e tij. Besimtari përmes agjerimit si më thon, e dobëson trupin apo epshin e tij dhe i jep përparësi anës shpirtërore, anës së besimit dhe imanit, duke u afruar me Allahun xhalla xhelal. Le të përkujtojmë thanjen e Mariamës alayha salam, e cila në atë moment kur ngeli shtatzan me urdhrin Allahu xhalla xhelalu në lindjen
e pejgamberit Allahut Isa alayhi salatu wassalam, kur krejt njerëzit ju vërsulën duke e nënçmuar, duke e poshtruar, duke u mundu që ta njollosin derin e saj, ajo u drejtu në mesin e popullit, tha, lem u kellim el jaume insia, inni nadhartu lirrahmani sawma, tha, unë sot kam vendosur të jem agjerueshëm për hir të Allahut, falem u kellim el jaume insia, dhe sot unë kam vendosur që të mos flas me njerëzit tjerë, të mos u akthej me të njëjtën monedë, të mos u akthej me të njëjtën formë, me të njëjtat fjalë, të cilët ndoshta do të ishin përbuzëse e nuk i takon një besimtari që të regjistrohen veprat e tij në këtë formë. Nga sa Allahu xhalla xhelalu tha në suratul Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, nuk ndodh që njeriu të flet të nxjerr nga goja e tij asnjë fjali apo fjalë e që nuk regjistrohet nga melekët e Allahut xhalla xhelalu e të mos jep llogari në ditën e gjykimit. Prandaj Meremi alayha salam vendosi të distancohet nga ofendimet e rrethit dhe asaj shoqënie duke qenë agjerueshëm, nga se agjerimi e ul epshin që të jetë i mllefosur me njerëzit e tjerë dhe kështu ajo e pastron shpirtin e tij apo besimtari pastron zemrën e tij dhe afrohet me Allahun xhalla xhelalu dhe kjo ishte forma e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam i cili gjeti mënyrën më të mirë që veprat të cilat i ka bë ti mban të pastërta ata të cilat i veprojnë për hir të Allahut të mos i njollos duke anashkalu epshin e tij dhe duke i ngritur veprat e tij duke qenë agjerueshëm me Allahun xhalla xhelalu. Ju falenderit të nderuar për këtë prezantim. Do të doja të pyes cilat janë kategoritë e njerëzve të cilët kërcënohen me mos pranimin e adhurimeve në këtë muaj, pra në muajin Shaban. Pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam na rrëfen mbasa ai nuk flet nga hamendja asnjëherë. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja e tij, por gjithmonë fjalët të cilat nxirreshin nga goja e tij ishin nga mësimet e Allahut xhalla xhelal. Dhe ai përmes hadithit të tij na tregon se Allahu xhalla xhelalu po në këtë muaj, në muajin Shaban, ju drejtohet krijesave të tij, veçanërisht njerëzve dhe xhinëve, duke shfaqur rahmetin, mëshirën e tij. Është një mundësi e ardhë që besimtari të arrijë në rahmetin dhe mëshirën Allahut xhalla xhelal që të shfrytëzon momentin t'i falen atij kusurët, mëkatet, lëshimet të cilat i bën gjatë gjithë vitit. E Allahu xhalla xhelalu me shfaqjen e rahmetit të tij ja mundson njerëzimit që t'ju afal atyre mëkatet, por illa li mushrikin au mushahin. Dhe ky hadith është bajaki kërcënues për dy lloj kategoritë njerëzve. Ata janë mushahin au mushrik fillimisht au mushahin. Mushrik është ai i cili ka bërë ortakëri Allahut në adhurim. Ka besu apo i është mbështet apo ka kërku ndihmë dikujt tjetër pos Allahut, i është mbështet dikujt pos Allahut, i ka rënë sejdë dikujt pos Allahut, ka therr ndonjë kafsh në emër të dikujt tjetër pos atij i cili e ka kriju dhe i ka kërku fëmijë pos Allahut dhe i ka kërku pasuri pos Allahut dhe ka kërku e kjo është ortakëri në ibadet ndaj Allahut xhalla xhelalu. Tha Allahu në Kur'an, si ka mundësi njerëzit ta adhurojnë dënjë zot tjetër, la yadurruhum wala yanfa'u. Ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Ai i cili nuk ka mundësi t'ju sjell as dëm, as dënim, as ndëshkim, por edhe përkundrazi, s'ka mundësi të presin nga ata zotat të cilët ata i formonin me duart e tyre, nga guri, nga druri, që nuk ka prej tyre as ndonjë dobi, as nuk sjell rizq, as nuk sjell evlat, as nuk sjell jetë, as nuk e ka vdekjen në dorë, as nuk e ka pasurinë dhe kështu me radhë.
vlen të cekim formën e shirkut dhe rëndësinë e ibadetit ndaj Allahu xhelle xhelalu, të mos flasim rëndësia e njësimit dhe tauhidit nga ana e sahabëve, por ajo që ka lanë përshtypje në backgroundin tim të leximit, njënin prej të mos themi prej sahabëve, për shkak se ai vdiq ndroi jetë ende pa i ardhur shpallja pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili ishte Zeid ibn Amr. Zeid ibn Amr ka qenë jo besimtar musliman, për shkak se ende s'kishte ardhur Kur'ani dhe si kishte ardhur shpallja pejgamberit Allahut. Mirë po, me aq dije sa kishte, ai ngjitej në kodrën e Arafatit, pasi ishte banor i Mekkës dhe shkonte në kodrën e Arafatit duke thënë: o Zot, unë nuk besoj një Zot prej guri dhe druri. Zoti prej guri dhe druri s'mund ta krijon ditën, nuk mund ta nënshtron natën, nuk mund ta jep jetën, nuk mund ta krijon fëmijën në barkun e nanës, nuk mund ta jep mendjen. Zoti prej druri dhe prej guri nuk mund të krijon gjithë ta qiej, ta nënshtron tokën, të krijon gjithë ta kodra dhe male kodrina, të jep ujin tokë, mënyrën e jetës të zhvillon. Prandaj, o Zot, unë nuk e di se si duhet të adhurohesh, unë nuk di, nuk ka shpallje, ndonjë pejgamber që më mëson, por unë një e di, se ti i vetmi me merit i cili meriton adhurimin dhe sejdën ndaj teje, dhe nuk dinte si t'i bën sejdë Allahut namaz drejt tij, por merrte një grusht dhe zall prej shkretine dhe vendoste në ballin e tij. Dhe thoshte: Zoti im, kjo është mënyra, se nuk e di mënyrën, por mirë zemrën e di se si duhet me të adhuru ti. Ndaj nuk pranoj asnjë zot tjetër pos teje. La sharike lek, nuk ka zot ortak ndaj teje. Prandaj tha Allah në Kur'an: po të ishin dy zotna në qiell, le fesedata, do të shkatrohej gjithësia, si ka mundësi njerëzimi që janë aq të dobë në krijimtarinë e tyre. Nuk pranojnë dy kryetar në një shtet, nuk pranojnë dy zotni në një shtëpi, nuk pranojnë dy drejtor në një kompani, e si ka mundësi të pranojnë dy apo më tepër zotna, 360 zotna, të cilët ishin kriju prej dorës njeriu dhe të vendosur në qabe. Allahu xhelle xhelalu na thret përmes këtij hadithit pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dhe të njëjtën kohë është kërcënim njerëzit të vetëdijsohen dhe të shohin se gjithësia do të shkatrohej po të kishte dy zotna. Ndaj ne duhet të rregullojmë raportet tona në aspektin vertikal me Zotin ton. Nuk do të pranohet asnjë adhurim po të bëheshte në ortakëri me zotna të tjerë. Prandaj le të kemi kujdes nga shirku me Allahun, e që kjo zakonisht ndodh nga pakujdesia jon, duke u munduar fillimisht të kërkojmë mbështetjen e njerëzve, mbështetjen e mjekëve, mbështetjen në ekonomi, mbështetjen në mësim, para se të kërkojmë mbështetjen e Allahut. Na jemi të prirur dhe të urdhëruar në fenë islame të veprojmë me shkaqe dhe sebebe, por çdo fillim i çdo pune dhe veprimtarie lëvizjet ton do të jetë e mbështetur në Allahun xhallahu. Nderuar, me që edhe jemi afër fundit të këtij emisionit, një pyetje për fund, cili do të ishte mesazhi juaj i muajit Shaban për unitetin e besimtarëve dhe raportet e tyre ndërmjet veti? Është shumë interesante, nga se tham hadithin të cilën e cekam edhe më herët, është për të kategori njerëzish. Allahu ju bën thirrje që njerëzit të vetëdijsohen, të rregullojnë raportin me krijuesin e tyre, por kjo nuk do të vlente, për shkak se Allahu xhelle xhelalu nuk ka nevojë për ibadetin dhe adhurimin e askujt. Ashtu. Allahu Samad, ai nuk ka nevojë për askën, që të gjithë janë nevojtar për te. Për te. Allahu tha në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." S'kam krijuar njerëzit dhe xhinët për ndonjë shkak, arsye tjetër përveç se ta adhurojnë Allahun, por kjo jo në të mirën e Zotit, por në të mirën e robëve, në të mirën e robit, ai i cili i mbështetet të fortit, Allahut të gjithfuqishmit, në të mirën e tij sa ai do të bëhet i fortë. Ai i cili mbështetet të gjithdijshmit, në të mirën e tij se do të merr dije dhe do të rrugton me dije dhe të bëhet i dijshëm. Ai i cili rrugton me atë i cili
është në cilësi dhe sifatet Allahut dhe ai kështu do të bëhet i drejtë sepse Allahu e dën drejtsinë dhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij hadithit në muajin Shaban tha, nuk pranon Allahu veprat e besimtarit, nuk pranon adhurimet e besimtarit, derisa ata të rregullojnë pas raportit me Allahun, të rregullojnë raportet me njerëzit në tokë në aspektin horizontal. E që kjo është shumë e neglizhuar në kohën në të cilën na po jetojmë. Duket se besimtari mjaftohet vetëm në adhurim me Allahun, jo asesi. Raporti me Allahun edhe rregullohet vetëm atëherë kur rregullohet raporti me njerëzit në tokë. Për këtë arsye, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet vepra e besimtarit, ai i cili bën shirk Allahut, nuk ngritet vepra e besimtarit, dhe atij i cili mushahin është shahan në aspektin gjuhësor të gjuhës gramatikës arabe, ka për qëllim mbushje, ngarkesë, rëndësi e thellë. Mushahana është nervoze thellë, është hased, xhelozi e thellë, e rrënjosur zemrën e besimtarit, zili e mbushur, e ngarkuar. Besimtari kur ka zili edhe veten e rëndon, edhe veten e shkatron, edhe veten e rrënjos me nervozën dhe mërzinë e tij. Allahu këtij nuk ja pranon veprat dhe nuk ja pranon ibadetin. Ai nuk duhet të ketë me besimtarin zilin në tokë. Për këtë arsye, për shkak të kohës do të kishim dashur që të cekim një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që shënon Imam Ahmedi në musnedin e tij që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu. Ishin pejgamberi Allahut i ndenjur në mexhlis me sahabët e tij, në mesin e mexhlisit ishte edhe pejgamberi Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Në atë çast po vjen një njeri mushahid, një njeri i ngarkuar me mlef, i ngarkuar me nervozizëm, i ngarkuar me mërzi, dhe ju drejtu Ebu Bekrit me ofendime, duke ofenduate, ju drejtu Ebu Bekrit duke e shahate, duke e poshtruate, duke e tallur atë. Ebu Bekri qëndron të heshtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shiqon të njeriu i cili ofendon të Ebu Bekrin dhe filloi të buzëqesh. Derisa erdhi një kohë e teproi me ofendime, Ebu Bekri filloi t'ia kthen ofendimet atij. Në moment që filloi t'ia kthen ofendimet, pejgamberi Allahut paksa i nervozuar u ngrit nga mexhlisi dhe dul prej atij vendi. Ebu Bekri kur pas se pejgamberi Allahut u ngrit, u çu prej mexhlisi dhe ai u randu fort dhe drejt e tek pejgamberi Allahut. Tha ja Rasulullah, derisa ai ishte duke më ofenduar mu, ishte duke më poshtruar mu, ishte duke më shajtur mu, ti buzëqeshje dhe qëndroje në mexhlis me ne. Kur unë fillova t'ja kthej me të drejt, ti u ngrite prej mexhlisit. E ku është hekme, ku është urtësia këto? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Ebu Bekr, tha në moment kur ai të ofendonte ti, në atë moment që ti nuk ja ktheje atij me ofendim, Allahu xhalla xhelalu dërgoi një melek në vend teje, ai ja kthen të ofendimet atij. Në moment që ti fillove ti t'ja kthesh ofendimet, atëherë meleku u largua, se meleku nuk qëndron në një vend ku di besimtar ndeshen me njëri tjetrin. Di besimtar ka mundësi të ngatrohen me njëri tjetrin, atëherë tha prezantoi iblisi, shejtani i mallkuar, sa ai prezanton në vende të posaçme, të përshtatshme për përçarjen e besimtarëve, për ndarjen e besimtarëve. E kur përçahen besimtarët, tha Allah në Kur'an, "Wa tadhhabu rihukum", atëherë do t'ju dobësohet fuqia, forca e juaj. El jama'atu rahma, kur bashkohen besimtarët, Allahu xhalla xhelalu zbrit mbi ta rahmetin dhe mëshirën. Allahu zbret mbi ta ndihmën ndaj tyre. Kur përçahen nuk kanë forcë ata dhe s'mund i çojnë proceset përpara në mënyrë individuale. Ata duhet të bashkohen me njëri tjetrin, sikur ndërtesat, tulla tjetrës e ndihmon që të ngritet ndërtesa. Nëse njëna prej tyre hiqet, atëherë do të rrëzoheshte e gjitha ndërtesa.
Prandaj Islami ne na mëson që të bashkohemi, e sidomos në muajin Shaaban, të në mos na zë muaji Ramazanit të përçar, sepse Allahu nuk i pranon veprat tona, nuk i pranon ibadetet tona, sepse fjala ibadet nuk do të thotë vetëm t'i falësh Allahut dhe të agjerosh për te. Fjala ibadet është të qenurit afër vllahut kur ai ka nevojë. Prandaj tha Allahu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e besimtarit përderisa besimtari është në ndihmën e vllahut të tij. Prandaj ne kështu na mëson ki Islam. Elhamdulillah që kemi këtë Kur'an. Elhamdulillah që kemi këtë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili na mëson ne për këtë mirësi ndaj njerëzve. Allahu për ta përfunduar, than Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas." Allahu të Kur'an, shpejtoni në nxit drejt xhenneteve, të cilat hapësira dhe gjërësia, madhështia e xhenneteve është arduha as-samawati wal ard, e që është hapësira dhe madhështia e tyre sa qiellmat dhe tokë. E kush janë këta? Kush meritojnë të hinë te o Zoti im? Ata të cilët yunfikuna fi sarra, e shtrin dorën ndaj vllaznive të tyre, nuk janë të mlefosur dhe të përçar, e shtrin dorën e ndihmës, e shtrin dorën e bashkimit në mirëqenje, edhe kur i kanë punë të mirë, edhe kur i kanë punë të ngushtë. Fi darra wal kadhimin al ghayz, edhe e abstenojnë, ndalojnë vetveten nga mlefi, ndalojnë vetveten nga nervozizmi ndaj tjetrit i cili ndoshta me hak e ka dëmtu vllahun e tij, por tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri për tyre është ai i cili i paraprin i pari me selam ndaj vllahut të tij. Ndaj le të shfaqim paqe dhe selam në mesin e njerëzve, para përgatitim veten tonë në Ramazan që ta arrim natën e Kadrit, në natën në të cilën zbresin melek, e nuk zbresin melek në vendet në të cilët ka shkatrime, ka mos pajtime, ka përçarje, ka mlefe, ka urrejtje, ka zili, ka hased, por ata të zbresin në vende dhe momente ku qëndrojnë besimtarët e bashkuar, dhe kështu duke ndihmuar njëri tjetrin do të arrijmë kënaqësinë e Allahut, të ngriten dhe të pranojnë veprat drejt tij. Falenderoj Allahun xhelel xhelalu, i cili na ka bërë të gjithëve besimtarë musliman. Shpresojmë që të jemi në veprat të para përgatitjes ndaj muajit Ramazan, duke filluar në trajnimin e vetvetes në aspektin fizik dhe atë shpirtëror në muajin Shaaban. Nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij misioni. Ju falenderit edhe për këto këshilla të arta, të bukura. Lutim Allahun xhelleshanuhu që t'ju jep shëndet, bereqet dhe jetë të gjatë. Gjithashtu lutim Allahun xhelleshanuhu që të na mundsoj të gjithë neve që në këtë muaj, pra në muajin Shaaban, të arrim edhe ne të bëhemi nga ata të cilët porosit pejgamberi alayhi salam, që të hyjmë në muajin e Ramazanit të bashkuar, të afruar me njëri tjetrin, dhe kuptohet që edhe nga muaji Ramazanit të dalim të falur nga Allahu xhelleshanuhu. Ju falenderit. Unë për fund, nga se pejgamberi Allahut na ka porosit me lem yashkurin nasi lem yashkurillah, ai i cili nuk falendron njerëzit nuk do të jetë falendrues as ndaj Allahut, kështu që në raport horizontal me njerëzit, unë do të kisha qenë tepër falendërues ndaj ju, të cilët shfrytzuat rastin dhe më dhat mundësinë unë të shpreh disa nga këshillat e Allahut për mbar shikuesit të televizionit Ikra, dhe gjithashtu jam tejet falendërues ndaj Bashkisë Islame në përgjithësi, riasetit në veçanti dhe hoxhë i nderuar juve. Ju falenderit, Allah ju shpërbleft, Allah ju shpërbleft, falenderit. Atëherë të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që kishit durim të jeni bashkë me ne. Lutim Allahun xhelleshanuhu për mirësi, begati, jetë të gjatë për të gjithë ata të cilët na ndjekin. Dash Allahu xhelleshanuhu që të gjithë ne të bashkuar të futemi në muajin e Ramazanit dhe ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme që të dalim të falur nga Allahu xhelleshanuhu. Takohemi në emisionin tjetër të radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.